thot kur je vendosur se si të veprosh për një çështje të rëndësishme, a duhet bërë namazi istikharës apo jo? Qofse njeriu është i sigurt se vepra që do të bëjë ai është e dobishme dhe është i sigurt për këtë, atëherë nuk ka pse ta falë namazin e istikharës. Nëse njeriu dyshon për një punë se është në hajër ti apo në dëm ti, atëherë duhet që ta falë namazin e istikharës. Zakonisht, në përgjithësi njeriu nuk e din se si përfundojnë çështjet dhe punët. Për këtë arsye, nëse është diçka që nuk është e prerë në fe, pëlqehet që të bëhet namazi i istikharës. Por nëse është diçka që është e prerë në fe, nuk ka pse të falet namazi i istikharës. Për shembull, të martohem apo jo, kjo nuk ka nevojë për namaz istikharje. Me filan gocë, po, kjo ka nevojë për namaz istikharje. Që me fal drekën nuk ka nevojë për namaz istikharje, as me fal sunetet nuk ka nevojë për namaz istikharje, as me agjëru nuk ka nevojë për namaz istikharje, as me qenë i sjellshëm dhe respektues ndaj prindërve nuk ka nevojë për namaz istikharje. Ama bëmë aktive primi në këtë kohë apo në kohë tjetër apo çfarë kohë tja për parësi etj etj, kjo është që bëhet namazi i istikharës. Ose është ndryshim, është e mirë për fenë e tij, për imanin e tij apo e keqe, a e dëmton apo se dëmton etj etj, atëherë bëhet namazi i istikharës. I cili zakonisht trajton çështje që njeriu nuk ka të bëjë me to direkt. Pra pret puna, pret koha, ose do t'jepet mendimi etj etj, atëherë falet namazi i istikharës.